Mesditën e së hënës, një ditë para përfundimit të afatit kushtetues 7 ditor, presidenti i Republikës Bujar Nishani dekretoi emërimet e Arben Ahmetaj dhe Milva Ekonomit tek Ministria e Financave dhe ajo Ekonomisë. Por ndërkohë kreu i shtetit kishte hedhur dhe hapin e tij drejt gjykatës kushtetuese, duke lënë kështu në fuqi edhe dyshimin e tij nëse duhen bërë njëkohësisht nga presidenti dekretet e shkarkimeve dhe të emërimeve të ministrave, kur për këto të dytat mund të mos krijohen vakancat me të parat nga parlamenti. Presidenti publikoi që të shtunën kërkesën e tij për gjykatën kushtetuese, pasi të njëjtën shumica nuk hodhi në votim dekretet për shkarkimin e Ahmetajt dhe të Canit. Mungesa e këtij votimi, por dhe një situatë hipotetike, kur parlamenti mund të refuzonte me votë shkarkimin e ministrave, e ka bërë kreun e shtetit të mendojë se duhej një interpretim nga kushtetuesja. Lëvizja e presidentit u njoftua pasi kryeministri kishte folur me ironi për një bisedë të ndërsjellë president kushtetut dhe më pas e kishte kërcënuar Nishanin me shkarkim nëse nuk respektonte afatin 7 ditor për emërimin e ministrave të rinj. Kjo sipas edhe një deklarate publike të ministres Hermonela Felaj. Vërtet ajo që bëri presidenti duke mos dekretuar shkarkimet dhe emërimet në të njëjtën ditë ishte e paprecedent, por sipas Ilir Metës, sa mbetej në afate kushtetuese, nuk ishin rrethanat për një investim të tillë të mazhorancës, por më tepër aleati Ramës besonte tek respekti kushtetutës dhe jo tek krizat artificiale. Unë besoj se ne kemi nevojë për një klimë sa më bashkëpunuese midis institucioneve, në respekt të zbatimit të kushtetutës, edhe besoj që gjithçka do të ecë sipas parashikimeve që bën kushtetuta. Kështu që nuk kam asnjë arsye për të qenë i shqetësuar se një iniciativë e tillë do të keq përdoret për të sjellë konflikt apo kriza kushtetuese artificiale dhe panevojshme. Por ishim vetëm pak orë pas kësaj deklarate të së shtunës, kur presidenti njoftoi lëvizjen e tij drejt gjykatës kushtetuese, duke krijuar njëkohësisht edhe idenë se ai nuk do të firmoste emërimet dhe përrjedhoi qeveria nuk do të ndryshonte në një kohë pa afat pa një interpretim të tillë. Pas weekendit vjen e hëna dhe panorama ndryshoi. Presidenti, në praktikën e së shkuarës, i firmosi emërimet e ministrave, duke i hapur rrugë mazhorancës t'i votojë 4 dekretet në seancën e radhës, por nuk hoqi dorë nga kërkesa që gjykata kushtetuese t'u jap përgjigje dyshimeve të tij përmes një qëndrimi që siç duket tashmë do t'i vlejë së ardhmes.